problemi qëndron i nderuar që 2 pika. Me 4.000 vota u bë ministër Toni Gogu, me 3.000 vota deputet e Beradit, me 4.000 vota ajo e Fjerit, me 4.000 aty në zonat tjera Vlore, Korçë me radhë. 5.222 vota pa ankimuar, se po ta ankimuja nuk janë këto, dhe i parin Kuçov, i parin Otlak, i parin Skapar, i parin Diaspor, pa vajtur asnjëherë diasporun, pa vajtur asnjëherë, për shkak se me fjalë, unë fjalën e kam fjalë dhe jam i drejt për drejt në popull, i takoj vetëm ngushëllime në vizita, i mbështes me fuqinë që kam, me fuqinë që ma jep autoriteti, digniteti, karriera, gjurmët që kam lënë ndër vite. Maliqi, këtë dua, nëse është e vërtet të ma konfirmoni ose jo, por uroj të ketë një përgjigje pozitive. Brenda Partisë së Lirisë, ju jeni vetë drejtues politik, po edhe unë e njoh dhe terrenin edhe individet e figurave, më kanë konfirmuar nëpërmjet burimeve personalisht, që në zgjedhjet e ardhshme po shqyrtohet mundësia që Partia e Lirisë të mos jetë me Partinë Demokratike. Është kjo e vërtet? Pra, Ilir Meta të ndahet nga Sali Berisha. Jo, me fjalë, radh parë uroj dhe shpresoj dhe besoj që Zoti Meta dalin sa më shpejt nga paraburgimi, gjykimi politik. Sepse asnjë nuk e fshehur drejtësisë. Gjithnjë kur është erudhënë që kur ka qenë deputet i Poliçanit, po dhe më pas në detyra, edhe prokuroria e përgjithshme dhe në SPAK nuk është larguar asnjëherë. Edhe kur i bën presion për të ikur serën e tim përsëri nuk iku, pra unë besoj dhe shpresoj që Zoti Meta nuk ka asnjë fakt dhe provë dhe është i arrest politik me një show mediatik të madh nga ish-ministri Ervin Hoxha dhe Proda i famshëm që të dy ishin koka turko me urdhër të Ramës. Kështu që ne kemi bërë një mbledhje kryesie para 3-4 muajsh dhe Zoti Meta ka konfirmuar në një letër të lexuar nga sekretari i përgjithshëm, kanë konfirmuar që ne do të jemi në koalicion në zgjedhjet e ardhshme me Partinë Demokratike, do të dalin në këshillat më vete, pra si forcë politike. Këshillat më vete dhe do të kemi disa bashki, siç është Kuçova, Korça, Pogradeci, me Mali ju përmendën aty, pavarësisht se i Pogradeci tha unë nuk konkuroj, por që ju përmendën vetëm disa bashki që do i kërkohen Partisë Demokratike me fjalë dhe opozitës së bashkuar. Kjo është dienia ime. Tani, e thash edhe një herë, dalja e tij duhet të jetë sa më shpejt për forcimin e Partisë Lirisë, për forcimin e opozitës, sepse gjendja në Partinë e Lirisë nuk është ashtu siç do ishte po të ishte Meta në drejtim, dhe po besojmë dhe po shpresojmë që edhe gjykata kushtetuese nuk e di kur e ka vendimin a nesër apo pas nesër për të pararestimin e palishëm të zotit Meta, apo dhe hetimi që po bëhet, megjithëse te kjo gjyqtarja që e mbrojti SPAK-u, unë nuk kam besim se është e njëjta gjyqtare me fjalë e cila ka pas që nga Sali Berisha, Fatmi Mediu, ja Mabër, Maltezi edhe deri tek zoti Ilir Meta dhe edhe Belerin. Zonja me 3 mbiemra është e njëjta histori si Ajdari i famshëm, pavarësisht nuk e thon, dhe Ajdari si kjo fsheu dënimin në gjykatën e Janinës, në të dy në gjykatën e Janinës kanë qenë të deportuar së bashku 2 herë dhe SPAK-u ç'a bën? Dritan Prem që kërkon burg 1 vit, gjykata e dënon me 150 orë punë me 9 muaj burg, kurse për rastin e Irenës me fjalë krejt e kundërta, me fjalë i bie që kjo është drejtësi me 2 standard, ndërkohë që është e njëjta pothuajse vepër penale dhe e njëjta falsifikimi i vuleve dhe stampave. Tek aspekti i protestave, ju thatë që do të vijoj sërish, çfarë pritet këtë herë, cili është skenari, një protestë paqësore? Unë e kam thënë që revolta është e qytetarëve, besoj që të jetë më përshkallëzuar se protestat e tjera, nuk e di, nuk do të ketë më, sepse i bëj thirrje policisë shtetit që të heqin dorë nga gazi lotësjellës, nga dhuna, imagjino kur përdorin dhunë ndaj deputetit që mbrohet me ligj, si rasti që kemi parë 2 raste që policia ka përdorur dhunë, edhe ndaj deputetit të Korçës, në Albati, apo dhe ndaj Xhelal Mëziut, kështu që unë besoj që të jenë të qëndrueshme, të ketë vendime më të forta, me fjalë nëse ne duam, unë kam qenë për ekstrem deri në grevurie, nëse lejohet si ish deputet që të futem dhe unë në grevurie, do futem në grevurie, i e deklaroj këtu nga... është diskutuar? E deklaroj, po është një nga variantet, por nëse duan, nëse lejohet, unë jam gati të futem në grevurie për interesat atyre opozitarëve që kanë 13 vjet që po shkatrojnë, që kanë shpresë dhe provoj qendresën Adriatik Lapaj. Sepse greva e uris motivon, me fjalë
qytetarët, demokratët, opozitarët për të mbledhur dhe më shumë dhe për të solidarizuar dhe më shumë për të qenë në mbrojtje të interesave të